Ka ditë që ideja e disfatës së Viktor Orbanit në Hungari, me të drejtë, ka sjellë shpresë dhe entuziazëm kudo në Europë, e natyrisht edhe në Shqipëri. Debati publik tek ne, i shoqëruar me një reflektim të frustruar, është përqendruar tek pyetja se kush mund të jetë Peter Madjari shqiptar që të mposhtë Edi Ramën. Mund të ketë disa të tillë, pasi Edi Rama krijon armiq në të qindën e sekondos. Megjithatë, Ditmir Bushati, ish ministri i jashtëm i mandatit të parë të qeverisë Rama, shihet si një nga figurat më të përshtatshme. Kjo sepse Bushati, përveç se është socialist, njët edhe me skemat e Ramës, a i ka lidhje të afërta, madje shumë të afërta me Gjermanin. Pikërisht kancelaristë gjermane konsiderohen si faktor me ndikim në ndryshimin politik në Budapest. Ditmir Bushati, që prej mënjanimit të tij nga Partia Socialiste, ka qenë aktiv në jetën publike, sidomos në aktivitete mediatike dhe në fushën e diplomacisë. Në rast se do të rikthehej në politikën aktive, nuk është çudi që ai të tërhiqte edhe pjesë jo socialiste të elektoratit. Sot Partia Socialiste duket se ka një frikë të përgjithshme për të mbajtur qëndrime. Ditmir Bushati e ka bërë këtë, por pa e goditur drejt për drejt PS-n. Një pozicionim i tij politik përballë Edi Ramës mund të konsiderohej si një analogji me rastin hungarez. Bushati ngjan në disa elemente me Peter Madjarin, është borgjez, pra vjen nga një familje e vjetër, ka një logjik tradicionale socialiste dhe nuk ka shfaqur protagonizëm të tepruar për ambicien e tij personale. Nesër, nëse Ditmir Bushati do dilte si rivali i Edi Ramës, së paku do të bënte buj dhe sipas të gjitha gjasave do të merrte vota. Natyrisht, në Partinë Socialiste ka shumë persona që janë gati t'i tregojnë grushtin Edi Ramës, por Ditmir Bushati ka avantazhin se e njeh situatën edhe nga këndvështrimi i kancelarive që e kanë parë me sy pozitiv, posaçërisht Gjermania, e cila konsiderohet kyçe edhe në rastin e Peter Madjarit në Hungari. Kjo lëvizje nuk duket utopike, por lidhet ngushtë me zhvillimet brenda PS-s, ku kaosi ka mbretëruar qartë që prej 11 maj 2025. Deri tani askush nuk ka arritur të krijojë një situatë të qetë, pasi socialistët e bazës e shohin se nuk janë pjesë e lojës së madhe brenda mazhorancës. Si të tillë, ata po kërkojnë interlokutor të rinj. Edi Rama, por edhe figura si Erion Braçe apo Elisa Spiropali, duket se nuk janë pranuar si të tillë. A mund të jetë Ditmir Bushati një figurë përbashkuese? Mund të jetë, madje me disa atribute të qarta, por Bushati nuk mund ta bëjë këtë nga një podcast. Ai duhet të zbresë fuqishëm në fushën politike dhe të negociojë me të gjithë faktorët. Nëse do të bëhet Peter Madjari shqiptar, kjo mbetet për tu parë.